Me këto dy VKM, Edi Rama i dha dritën jeshile krijimit të kompanive, ku për prodhimin e dronëve, shteti do të ketë 25% të aksioneve dhe për prodhimin dhe riparimin e mjeteve lundruese do të ketë 40% të aksioneve. Por duket se kompania private që do të krijohet dhe që do të marrë të drejtën e prodhimit të armëve, ku një vend antar i NATO-s është thjesht garantor që i jep miliona, është paracaktuar fal vizionit të Ron Yefet, personazhi izraelit i akuzuar tashmë në SBA për zhvatje dhe mashtrim. Nga investigimi i emisionit Plug rezultoi se në datën 4 gusht 2025, vetëm 20 ditë pas hyrjes në fuqi të VKM-s së parë, themelohet shoqëria Timac Defense. Pra, sipas përcaktimeve ligjore, brenda 20 ditëve janë kryer procedurat e mëposhtme. Hyn në fuqi VKM që krijon kuadrin ligjor për krijimin e një shoqërie të tillë, merret vendimi nga Asambleja e Kajos për të krijuar një shoqëri të tillë, hapet dhe mbyllet procedura konkurruese nga Kajo, ose nëse ka pasur ofertë nga subjekte private, autorizohet ardhi veliu për ngritjen e grupit të negocimit, negociohet dhe përmbyllen me sukses, si dhe firmoset marrëveshje e bashkëpunimit. Pra shihet qartë se kjo VKM ishte thjesht hapja e rrugës për një pazar të përcaktuar më parë, dhe kjo kuptohet kur analizojmë shoqërinë Timac. E për më tepër, është e pamjaftueshme që brenda 20 ditëve të ideohet, projektohet, analizohet, konkretizohet një marrëveshje e tillë dhe aq më shumë për të parë interesat e shtetit, siç shprehet kryeministri Edi Rama. Dhe nga shitja, shteti shqiptar, forcat e armatosura do të përfitojnë 49%. Timac Defense themelohet në 4 gusht të 25-s, me aksioner 80% kompaninë Timac dhe 20% Kajo. Siç me VKM-n e dytë, u ul pas një sqarim përqindja e aksioneve shtetërore në këtë kompani, duke i lënë privatit pothuajse të gjithë pjesën e fitimit. Administratore e kësaj kompanie do të jetë Arieta Puca. Po, kush është kompania Timac? Kjo kompani u përdor si baza shqiptare për zbatimin e planit të Edi Ramës dhe Ron Yefet. Timac është themeluar në vitin 2016 me aksioner 50% Apostol Papa dhe 50% Arieta Puca. Edhe pse një kompani e suksesshme, në vitin 2021 Apostol Papa i shet aksionet ortakes Arieta Puca. Menjëherë pas miratimit të VKM-s së parë në 11 qershor 25, Arieta Puca vendos të shes 49% të aksioneve shtetasit Ron Yefet. Pikërisht këtu del në skenë edhe qëllimi dhe personazhet kryesor të kësaj skeme. Ron Yefet u shfaq si miku izraelit i kryeministrit Edi Rama, i cili qëndron pas kontakteve të kompanisë Elbit System, të sankcionuar nga NATO për korrupsion dhe mashtrim. Sipas kontratës së datës 19 qershor 25, Ron Yefet blen 49% aksioneve të shoqërisë Timac për vlerën qesharake të 490 euro, edhe pse vetë Arieta Puca i kishte bler nga ortaku në vlerën 1000 euro. Kujtojmë se Timac është një kompani e konsoliduar dhe vetëm fitimi i vitit 24 ishte 1.3 milion euro. Të dhënat e kompanisë Timac ngren edhe më shumë dyshime për një skemë mashtruese, me qëllim të vetëm përfitimin e parave të shqiptarëve dhe marrjen në dorë të industrisë së armëve, ku si kapital për ta realizuar kanë vetëm ambicien dhe miqësinë me kryeministrin Edi Rama. Nga analizimi të dhënave rezulton se kompania Timac jo që nuk ka punësuar qindra punonjës, siç deklaronte publikisht Edi Rama, por sipas bilanceve të saj, ka vetëm një punonjës të deklaruar dhe të ardhurat e saj ndër vite janë nga institucionet shtetërore dhe buxheti i taksapaguesve shqiptar. Në vitin 2016, kur edhe u themelua kompania Timac, nuk deklaron të ardhura, ndërsa në vitin 2017 deklaron 100.000 euro faturim dhe 30.000 euro fitim. Numri i punonjësve rezulton të jetë vetëm një. Vlera e pajisjeve që ka kjo kompani është 9.000 euro, që do të thotë se Timac thjesht ka importuar ose bler mjete nga subjekte të tjerë, pasi nuk ka as pajisje, as punonjës dhe as kapital për këto prodhime.